Rrugës kur shkon duke qeshur, një trëndafil mban në dorë, flokët të thurur kurore, më bukur ndër shoqetje. Por sot kam më shumë se një trëndafil. Trëndafili i parë është për kujtimin e Anita Takes, e cila më frymëzon kur një ofertë pranohet, por edhe kur nuk pranohet. Kur një kontratë firmoset, por edhe kur nuk firmoset. Kur është një closing day, por edhe kur nuk është një closing day. Kurse trëndafili i dytë është për klientët e mi të mrekullueshëm, të cilët me mbështetjen e tyre më kanë ndihmuar të rritem profesionalisht dhe të mësoj nga gabimet e mia. Kurse tufa e tretë e trëndafilave është për ju, gocat e Bostonit, që jeni pjesë e grave shqiptare, për të cilat kam një admirim dhe adhurim të jashtëzakonshëm, dhe jam e bindur që nuk jam e vetmja. Që marrin sfida, kanë iniciativë, bëjnë progres, kanë sukses, edhe pse të ardhura historikisht nga një shoqëri patriarkale, edhe pse shpesh ndeshen me mendime patriarkale përreth tyre. Për ju që jeni heroina dhe që lullëzoni edhe në shkëmbë. Natën do të vinë në baqen tënde, trëndafila do t'i pres, do të përgjoj unë ty me anje, erat në mëngjes, kur do t'takoj çapkane në rrugë e menduar, pse sot pa lule ke mbetur, thua më vallë e ke gjetur, se trëndafilat kush t'i pret. Dhe në rast se po mendoni që të investoni në rrugëtimin e jetës tuaj, qoftë për të bler, shitur, ose dhe investoni në commercial, mos hezitoni të më kontaktoni. Do jem aty me ju dhe për ju, mendërisht, shpirtërisht, profesionalisht. Jam Valbona Lavdari me Coldwell Banker Realty, 978 729 8078. Ju faleminderit.